4 djem në Stambollim, më ndaluan. O, albanez, e mu mirë shqiptari, thashu shqiptar. Ti shumë detajist kështu patriot. Edhe unë pasus veteran, 90 vjeçar jam, tani festuam, ose më mirë kremtuam ditën e masakrës të 4 shkurtit. Unë jetoj në Toronto. Kam 100 pasus veteran atje. Je krenar që je shqiptar? As diskutohet, jo jam krenar. Çfarë të bën krenar ky vend? Më bën krenar historia e tij. Historia e tij. Po ta dini historianët dhe ata që luftuan për vendin tonë që do vinte kjo ditë. Do ishin kaq krenar për ne? Ata? As diskutohet. Për të sotmen? Jo. Skënderbeu për shembull, po ta merrte vesh që luftoi, sakrifikoi. Skënderbeu, nuk e di zhobante, po Skënderbeu është Skënderbeu dhe mbetet.